Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet tona i dërojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes, shokëve dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Shikues të dashur, edhe sonte do të jemi së bashku në trajtimin e një teme shumë aktuale, shumë prezente. Një temë e cila pothuajse është përditshmëri jo në aspektin e të jetuarit me të, sepse po flasim për jetën, por po flasim për ndikimin dhe çrregullimet të cilat kanë ardhur si rezultate të keqkuptimeve të caktuara. Po flasim për ndikimin e këtyre çrregullimeve dhe po flasim për pasojat e tyre. Sot pothuajse nuk ka familje që nuk ballafaqohet me probleme. Ndoshta kjo duket si diçka shumë e madhe. Dhe ata cilët janë jashtë trajtimeve të përditshme të problemeve dhe halleve të njerëzve, ndoshta u duket pak egzagerim dhe u duket pak një lloj hiperbolizimi i asaj të cilën po e flasim. Por fatkeqësia është se kjo është një realitet në cilin po jetojmë. Familjet sot ballafaqohen me të lashtë të shumta, me probleme të njepasnjeshme, me kriza të llojeve të ndryshme. Dhe nëse i shohim të gjitha këto, e shohim një rëndim të madh të jetës. Dhe shohim një zymtësi në të jetuarit e njerëzve. Po pse është kjo situatë? A mos vallë ne sot jemi duke jetuar keq në aspektin material? A mos vallë po na mungojnë gjërat elementare të jetës? A mos vallë gjitha këto probleme kanë ardhur si rezultat i luftës së pa kompromis për të siguruar mbijetesën? Mendoj se përgjigjja në të gjitha këto dilema dhe pyetje është jo. Jo. Por problemi kryesor është besimi. Allahu subhanahu wa taala na tregon në përgjithësi për jetën, në këtë rast edhe për jetën e familje, që është pjesa kryesore e jetës së njeriut. Allahu xhalla shanu formulën e rahatisë, edhe të lumturisë, edhe të jetuarit mirë, Allahu xhalla shanuhu e ka lidhur me besimin. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Ai i cili bën punë të mira, qoftë mashkull ose femër, dhe këto i bën me besim, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Atyre thot Allahu xhalla shanuhu do t'ua mundsojmë të jetojnë jetë të mirë. Jetë të rehatshme, jetë të qetë, jetë pa probleme të mëdha, jetë pa pasoja të shumta, të cilat sot njerëzit jetojnë me to. Kur po flasim për besimin, po flasim për rahatin dhe qetësinë e familje, po flasim për kushtet ekonomike, është e domosdoshme që ta bëjmë një krahasim me të kaluarën. Ta bëjmë një krahasim me të kaluarën. Pse? Në të kaluarën njerëzit kanë jetuar më mirë. Po kanë jetuar më mirë. Binduni se kanë jetuar më mirë. Dhe ajo që ne sot pretendojmë dhe shpesh herë edhe veten e mashtrojmë se ne sot po jetojmë mirë, e ka një pikpyetje. Çka konsiderohet jetë e mirë? Çka llogaritet jetë e mirë?
çfarë duhet të jetë formula e jetës së mirë, cili është përfundimi i jetës së mirë. Të gjitha këto janë të domosdoshme që t'i trajtojmë, e t'i mendojmë, e t'i analizojmë, e t'i krahasojmë, që të arrijmë në përfundimin se kush ka jetu më mirë. A është sot mungesa e komoditetit ajo që po na çon tek problemet e shumta? Tha më lartë, jo. Mirë, po në të kaluarën, si është jeta atyre? Si është jeta atyre? Nëse fillojmë nga ato familjet dhe ato shtëpit shembull të papërshtatshme, në të cilat u gatua lumturia, në të cilat u jetësua dashuria, në të cilat u brymos burnia, në ato shtëpi të cilat ishin të ndërtuara nga ndoshta nga lloqi, nga balta, por brenda tyre kishte ar, brenda tyre kishte argjend në raporte brenda familjare. Nëse flasim për ato familje të cilat brenda tyre jetuan njerëzit më të mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i shohim se ato nuk ishin shumë katre. Pran dyrëve të tyre nuk ishte vetura të shtrejtë të parkuara. Gratë të tyre nuk bënin gara në bijuteri, e as në zbukurime. Ato burra dhe ato gra nuk që prioriteti i tyre as pushimi e as luksi. Pa i nënlesuar ato si të mirat jetës, por në ato familje e në ato shtëpi kishte rahmet, kishte mshirë, kishte mirëkuptim, kishte dashuri. Jetonin të lumtur, jetonin të qetë, jetonin pa tradhti, jetonin pa mashtrime, jetonin pa planifikime, për të rrëzuar e për të rënuar njeri tjetrin. Jetonin me zemra të qeta. Jetonin jetë të mirë, cilën Allahu subhanahu wa taala po e përshkruan në librin e tij. Sepse mbi të gjitha tek ato familje ekzistonte takvallaku, frikë respektin ndaj Allahut subhanahu wa taala, dëshira për të ruajtur kufet Allahu xhalla shanuhu. E Hasan el-Basri u thot: "Ma zalu ahli at-taqwa", do të vazhdojnë njerëzit e devotshmërisë, por njerëzit e takvallakut të jetojnë në hajër, sado që ata në mesin e tyre e përhapin takvallakun dhe e përhapin këshillimin me njeri tjetrin. Që se shohim dhe kthehemi pastaj tek ajo cilën sot po jetojmë, tek kriza e familjeve moderne, kriza e familjeve bashkohore. Do të shohim se të këto familje kemi të evidentuara, e kemi të shënuara probleme të shumta. Problemi i dobësisë në besimin Allahun subhanahu wa taala. Problemi i cili si rezultat i saj vridh largimin nga mësimet e Zotit. E kjo pastaj nuk sjell rezultat tjetër përveç se egoizëm, mungesë dialogu, armiqësi, ndikim të kulturave tjera, marrje e modeleve dhe e shembujve tjerë se si duhet të ndërtohet jeta dhe rahatia brenda familjes, dhe pamja, dhe kjo është një nga problemet më të mëdha, pamja e tërë jetës jo si një mision jetësor për ta kënaqur krijuesin
e për ta përmbush misionin e jetës, por si një grumbull interesash ku secili madje burr edhe grua sheh interesat e veta personale. Krejt raportet brenda bashkëshortore e pastaj edhe në familje ndërtohen në interesa. Nga përzgjedhja e bashkëshortëve dhe bashkëshortës atje, deri tek jeta, deri tek respekti, deri tek nderi, deri tek madje edhe fshehja e sekreteve bashkëshortore dhe familjare ndërtohet në garën për interesa materiale dhe personale. Mirë. Kush ka jetu pra ma mirë? Kush ka jetu ma mirë? Ne nuk po thrasim. Ne nuk po bëjmë thirrje që të kthehemi të jetojmë në baltë. Jo. Por, a është e domosdoshme që në familjet tona të diskutohet se mbi çka ndërtohet rahatia dhe lumturia brenda një familje? Kjo është ajo për cilën po flasim. Kjo është domosdoshmëria. Kjo është fokusi i këtij trajtimi dhe i çdo trajtimi tjetër. Që ta kuptojmë pastaj edhe prindi, edhe fëmia, dhe çdo antar i familjes, se ku është rahatia në familjet tona, që ta dim se në çka duhet të investohet. A është rahatia në komoditet? A është rahatia në familje? Në mobilet të cilat ne i rregullojmë brenda familjes? A është rahatia në familje në rregullimin e dizajneve, për dizajneve më të mira dhe më të shtrejta që rregullojmë? A është rahatia në familje posedimi i një shtëpie me bazen? A është rahatia një familje sot ku secili antar duhet të ketë dhomën e tij? A është rahatia në familje sot ku secili duhet ta ketë pavarësinë e tij materiale? Nuk po them se këto nuk bajnë, por lutja dhe këshilla dhe trajtimi që po kam dëshirë me e bazë bashku me juve shikues të dashur është me e mendu të gjitha këto ti që i ke arrit, a kanë sjellë rahatin në familje? Nëse kanë sjellë rahatin në familje, elhamdulillah. Por nëse nuk kanë sjellë rahatin në familje dhe kjo është tek një pjesë e madhe e njerëzve, atëherë duhet ta kuptojmë dhe duhet ta rishikojmë edhe një herë se ku gjendet rahatia dhe lumturia e familjeve tona. Ku? Pse sot këto kategori të cilat pothuajse posedojnë asgjë nuk ju mungon. Asgjë nuk ju mungon. Pse të shumë nga këto familje ekzistojnë probleme të panumërta e madje shpesh herë dhe në raste shumë të mëdha dhe me statistika shumë të frikshme edhe deri te shkurorëzimet dhe ndarjet e familjeve? Pse po ndodhin të gjitha këto? A mund ta kërkojmë dikun defektin? A mund ta kërkojmë dikun mangësit? A mund t'i kërkojmë dikun tjetër? Të paktën t'i shohim si alternativë. A mos i kemi gabu dhe brenda familjeve tona po na mungon diçka përveç gjërave materiale? A mos po na mungon diçka? Ky është trajtimi. Të gjitha ato të cilat i posedon, po gëzoj, kënaqu, të mira janë, elhamdulillah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pa një njeri me rroba të vjetruara dhe me një pamje jo të mirë. Pejgamberi sa më ka pyet, a posedon diçka nga gjërat e kësaj dynjaje? I thot po, kam pasuri, kam bagti, kam. Atë pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot, shko veshu bukur, shko veshu mirë, sepse Allahu xhallashanuhu don nga robi i tij kur t'je jep begati dhe nimetet me i pa,
Pra me I pa në trupin e tij, me I pa në familjen e tij, me I pa në shtëpinë e tij, me I pa këtë rregull është. Mirë po, a mos duke u përpjek që vetës, familjes, t'ia sigurojmë rahatin, jemi fokusu vetëm në gjërat materiale dhe kemi lënë anash atë cila realisht e ofron rahatin dhe qetësinë dhe kënaqësinë brenda në familje, këtë po dua ta ta ngresi si dilemë, e cila sigurisht se përgjigjen e ka po, nga se përveç kësaj, në shpesh herë gjërat materiale brenda shtëpiave tona I kemi bë edhe kriter edhe të vlerësimit, edhe të suksesit. Pra, një grua e vlerëson burrin e vet në bazë të gjëra materiale. Andaj nëse nuk I plotson gjërat materiale të kërkuara dhe të duhura, ai bie në standardin e vlerësimit nga gruaja dhe e kundërta shpesh herë. Andaj ku realisht fshihet rahatia në familjet tona? A në mobilet, e në muret, e në gjërat materiale, apo në diçka tjetër. E këtë diçka tjetër sonte po do më ofru si alternativë. Dhe me e basi si një lloj lutje dhe kërkese për secilin që ka të lashtë dhe gale në familjen e tij. Kam frikë se nuk janë të pakt ata të cilët në shtëpitë e tyre me gjithë komoditetin e madh I është shndruar shtëpia në zjarr e shpesh herë në burg e si sot populli shpesh herë në ujk. Është bërë shtëpia ujk. Jo rrallë herë kemi dëgjuar. Jo se brenda saj mungojnë gjërat materiale, por mungon rahatia, mungon qetësia, mungon lumturia, mungon respekti, të cilat I ofron besimi. Andaj lumturia dhe rahatia brenda një shtëpie nuk përcaktohet nga muret e larta, e as nga mobilerit, por përcaktohet nga besimi I antarëve të asaj familje. Sepse në bazë të besimit, pastaj ata do të ndërtojnë në raportet me njëri tjetrin. E çështja e parë që sill besimi tek njerëzit është se mbjell brenda antarëve të familjes mëshirë. Dhe Allahu xhalla shanu e ka nisë me mëshirë. Thot Allahu xhalla shanu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allahu xhalla shanu ka bë mes juve dashuri dhe mëshirë, pra mes bashkëshortëve. Dashuri dhe mëshirë. Dashuria është e njohur, sepse ajo është e natyrshme. Por jo gjithherë brenda një çifti mund të funksionojë dashuria. Për rrethana të caktuara, për arsye të caktuara, disa janë të natyrshme, disa janë të panatyrshme, disa janë me vetdije, disa janë pa vetdije, thjesht jo gjithherë brenda çiftit, e në këtë rast po flasim brenda një familje, ekziston dashuria. Por Allahu xhalla shana ka tregu një element tjetër I domosdoshëm që e sill besimi dhe mungesa e këtij elementi nuk çon dikun tjetër poshtë në rënimin e familjes, në mungesën e rahatisë, në mungesën e lumturisë, në mungesën e harmonisë brenda familjes. Ajo është rahme, është mëshira. Sepse brenda çiftit bashkëshortor e brenda antarëve të familjes po u larguan nga ta mëshira në bazë të çka kanë me organizu jetën antarët e familjes. Në bazë çka? Me turpshmja, me dhimbshmja, që sot ndëgjon shpeshherë është ku antarët e familjes mes veti e kanë manualin e jetës. Kjo është e drejta jemja, kjo është obligimi jam, kjo është e drejta imja, kjo është obligimi jam. Po nuk është jeta jobe. Po sa duhet të kenë, sa manuale të jetës duhet të kenë, sa rregullore të jetës duhet të kenë që njerëzit brenda familjes të organizojnë jetën e tyre me manualin e jetës. Kjo është e drejtë, kjo është e drejtë. Unë se kam o drejtë këta. Unë se kam obligim këta. Kjo s'duhet bëhet. Këto s'ban me të I kalu. A jetë është aja? Çfarë jetë është ajo? A jetë roboti? Jo.
Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." O njerëz, besimi mbjet brenda familjes dashuri. E këtë dashuri pastaj në momentin e mungesës së saj ose të zbehjes së saj intervenon mëshira, ku mëshirohet për hir të Zotit xhaleshanu secili antar i familjes, e pastaj në bazë të kësaj mëshire vjen rahatia, sepse te kalojnë problemet, vjen lumturia, sepse mëshirohet njëri tjetri, vjen qetësia, sepse nuk kërkohet fajtori dhe nuk kërkohet domosdoshmërisht ndëshkimi i çdo detali që njerëzit brenda familjes dhe brenda jetës së tyre, Andaj nga kjo shohim se çfarë domosdoshmërie ka që për të arritur rahatin, qetësinë dhe lumturinë e familjes tona kërkohet besimi në Allahun subhanahu wa taala, se rezultat i cilit në radhë të parë e shohim mëshirën brenda antarëve të familjes. Sigurisht se kemi edhe benefite tjera dhe dobi tjera të cilat i sill besimin Allahu subhanahu wa taala brenda familjeve tona, për cilat do të shohim pas një pauze të shkurtër. Shikues të dashura, rikthehemi në pjesën e dytë të kërkimit të lumturisë brenda familjeve tona, duke e demaskuar pretendimin se rahatia materiale e sill edhe lumturinë në rahatinë shpirtërore, po ofrojmë modelin e kërkimit të kësaj lumturie brenda familjeve tona. Dhe e pam se çka ofron besimi. Po e pam elementin e parë, të cilin e ofron besimi në Allahun subhanahu wa taala. Andaj imagjinoni një familje, një shtëpi ku jetojnë njerëzit e përbashkët të një familje, me të gjitha të mirat materiale që ata i posedojnë, por në mungesë të këtyre elementeve të cilat i ofron besimi. Dhe imagjinoni një shtëpi tjetër, një familje tjetër, e cila me gjithë mangësitë që mund të kenë, po qenë edhe të mirat materiale, pastaj është nurun ala nur, dritë mbi dritë, por edhe me mungesën e caktuar, por themeli i asaj familje nuk ndërtohet në materiale, e nuk ndërtohet në të drejta dhe obligime të nxjerra nga manualet e jetës, por në bazë të këtyre elementeve të cilat i ofron besimi. Pasi e pam se besimi ofron dashuri dhe mëshirë brenda një familje. Themeli dytë, të cilin e ofron besimi brenda një familje për të arritur rahati, për të arritur qetësinë dhe për të arritur lumturinë e kërkuar, është se besimi frenon mllefin. Besimi pranon mllefin. Sa probleme brenda familjes dalin si rezultat i mos kontrollimit të mllefit të ndonjërit nga antarët e familjes. Për një moment, një çështje e caktuar s'është kryer ç'është duhet, një çështje e caktuar s'është përfunduar si duhet, një vonesë, një prishje, një dëmtim, një çka do që të jetë. Dhe në momentin e parë të ballafaqimit të dikujt me këto probleme brenda familjes, nëse nuk ekziston familje e cila është ndërtuar mbi themelin e besimit, i cili si rezultati i saj del frenimi i mllefit, imagjinoni pasojat. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Laysa ash-shadidu bi-sur'ati", nuk është i fortë ai i cili mposhtë tjetrin, por i fortë e i fuqishëm është ai i cili e frenon mllefin, yamlik nafsuhu inda al-ghadab, e frenon mllefin në momentin e zemrimit, në momentin kur ja ka prish dikush, sepse pa ta prish dikush s'ka nevojë njeri me u zemru. E në momentin që ta ka prish dikush brenda antarëve të familjes, me çka duhet reagojmë? Me besim. Besimi çka na mëson? Që ta frenojmë mllefin, sepse çdo problematik e caktuar ka zgjidhje. Ama nëse reagimi është me mllef, nëse reagimi është me zemrim, nëse reagimi është i pakontrolluar, cilat janë pasojat?
Cilat janë pasojat? Sidomos në kohën të cilën po jetojmë, ku njerëzit janë bërë të padurueshëm. Njerëzit janë bërë të padurueshëm. Njerëzit nuk arrin me bë sabër. Njerëzit nuk e durojnë. Gruaja i thot burrit të s'duroj. Fëmia i thot babës të s'duroj. Burri s'ban sabër për mangësitë e caktuara, në ushqim, përgatitje, në rregullim, çka do të jetë. Andaj, një familje e qetë është e garantuar vetëm atëherë kur zemrimi i cili është i patekalueshëm gjatë jetës, por është pjesë e jetës tonë, menaxhohet dhe kontrollohet në bazë të besimit. Bazë tjetër e domosdoshme për një familje të qetë, të lumtur, të rahat, të cilën e ofron besimi, është edhe falja. Nuk ka asnjë prej neve që nuk gabojmë, nuk harrojmë, nuk i krymë detyrat si duhet, nuk i krymë përgjegjësitë si duhet. Andaj, sa është e dhimbshme dhe edhe turpshme, përmend edhe më lart, kur njerëzit raportet me njëri tjetrin i ndërtojnë në bazë të drejtave të tyre, këtë rast brenda familjes. Si mendoni se mund të ecë dhe tjetë rahat, dhe tjetë e qetë, dhe tjetë e lumë të një familje, ku njeriu me gabimin e parë ndëshkohet ose nuk i falet. Ku? A ka mundësi kështu? S'ka mundësi. Sepse jemi njerëz, sepse gabojmë, sepse harrojmë. Por, kush na mëson faljen? Kush na mëson tejkalimin e këtyre situatave? Kush na mëson mos marrin madje shpesh herë edhe me detale. Fal. Sepse falja është ajo që Allah subhanahu wa taala brenda saj ka fshih urtësi e ka fshih pastaj edhe ka fshih bereqet madh. Ka fshih rezultate të mëdha. Thot Allahu xhalla shanu wal ya'fu wal yasfahu. Falni thot Allahu xhalla shanu, falni dhe toleroni. Ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. O njerëz, ju apo doni Allahu më fal juve. Na, a gabojmë Allahun xhalla shanu? Gabojmë. Sa herë gabojmë? Çish do të ishte sikur Allahu xhalla shanu të na ndeshkonte për çdo gabim që ne e bëjmë? E pse kërkon ti ndaj fëmis, ndaj gruas, ose gruaja ndaj burrit, që ti të pagabushëm? Sigurisht se kjo pastaj ka trajtimin e vet, që ajo të mos bëhet model, që të mos bëhet jetë, që të mos bëhet mënyrë komunikimit, ama besimi mëson njerëzit që të falen. Sa njerëzit gjatë jetës së tyre, falja i ka rrit, falja i ka bërë të mëdhej, falja dhe tejkalimi dhe tolerimi në momente të caktuara ka bërë që mbi ta Allahu subhanahu wa taala të hedh bereqet madh. Andaj një familje, një shtëpi, flasim në mënyrën e organizimit, do të ketë bereqet, e rahati, e kënaqësi, e lumturi, nëse arrin që në mesin e tyre të jetë e domosdoshme falja. Respekti dhe nderi për njëri tjetrin. Respekti. A ka mundësi o njerëz, o vëllezër, o motra, o njerëz cilët fatkeqësia e materializmit shpeshherë na ka sjell deri tek tjetuarit si robot. A ka mundësi me bë diçka për tjetrin, edhe në qoftë se ajo për neve, për momentin nuk është e lëvërdishme, nuk na përshtatet, nuk është se e kemi qef, nuk është se e kemi dëshirë, por kem dëshirë me e bë për shkak të respektit dhe të rujtjes së ndjenjave të tjetrit. Çka ndodhi me neve kështu, ku asnjëri nuk pranon me e thy egon e tij, me e thy unin e tij, por secili kërkon që unë thot ja tham në fytyrë. Unë jam që shtoj drejt për drejt. Unë s'di me... Po kush ka thonë Allah si jeta organizohet kështu? Mu nuk po mbahet që kjo punë ba. Ka mundësi me ba për shkak se burrit po i bahet. E burri ka mundësi me dalë dikun e me shku me ba një punë, se edhe pse nuk i bahet ati, me ba për hatër të grus, për respektin që ka për ta.
ka mundsi fëmia me bë diçka për me kënaq babën edhe nanën, edhe pse ajo punë i duket e parëndësishme, i duket demode, sidomos ndryshimi i gjeneratave. Fëmia thot se bajën. Pse se po s'po mbat mu, po e ban se i bat babës, i bat nanës. A ka mundsi për respektin ndaj tyne? Për me arrit me fitu kënaqësinë e tyne, me bë diçka edhe pse neve s'na u bëhet. Ku e din ti se çajo që ti e ban për dikan, për hatër ti, për mja bë qefin ati, për mos mja lëndu ndjenjat ati, që Allah subhanahu wa taala ta shumëfishon e të zëvendëson me rahatije, me kënaqësi brenda shpirtit tan, e brenda familjes, me bereqet që kur në jetë ndoshta nuk mundesh me imagjinu. Pse ky robotizëm në raportet tona me njëri tjetrin? Sa që vjen puna deri aty ku idet e çoroditura, idet e mrapshta. Gruaja thotë nuk e kam obligim, thotë, mja këshyr babën edhe nanën e burret. Shife ku kam rri puna. Shife deri ku mbrin imagjinata e prishur. Po mirë, respektin ndaj tyne. A nuk është respekt ndaj burrit? E respektin ndaj burrit, a është ajo që tërheq rahmetin dhe mëshirën e Zotit? Pse pa ankoheni pastaj se nuk ka bereqet, pse pa ankoheni pastaj se nuk ka rahati, pse pa ankoheni pastaj burra dhe gra, pse pa ankoheni pastaj në njëri tjetrin? Sa burra ankohen në gratë e tyne, sa gra ankohen në burrat e tyne, madje kjo është e ranë, shumë e ranë, po që është realiteti, madje edhe në tradhti, në gjën më të shëmtume që mund të bëhet, në gjën më të shëmtume që mund ta prek një familje, edhe në tradhti ndaj njëri tjetrit. Amo nuk e sheh dhe nuk e din se ajo ka ardhur si rezultat dhe si pasojë diçkafit, duke neglizhu komplet respektin dhe nderin dhe përpjekjen që me fitu mëshirën në rahmetin e tij, me fitu dashurinë e tij, me bë diçka për respekt ndaj tij, e ka inekzistente këtë ndjenjë ndaj tjetrit, e pastaj thot erdhën këto pasoja. Po njerëz brenda familjes, brenda çiftit bashkëshortor, brenda antarëve të familjes, duhet të jetë e pa të i kalueshme respekti. E ku po flasim për respektin, po flasim për respektin e mendimit, po flasim për respektin e ndonjë dëshire, po flasim për respektin e ndonjë qefi, ndonjë ambicie e kështu me radhë. Dhe ti duhet të bartësh, duhet të sakrifikosh diçka nga vetja jote për ta mbajtur të gjallë këtë. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi dy vetë. S'po flasim për ata cilët jetën e kalojmë, po një udhtim me e bë përbashkë. Këtë duhet që ta kuptojmë mirë. Dy persona, një udhtim që ose e bajnë bashkë, nuk kanë mundësi që njeri prej tyne pa u tërheq nga disa dëshirat cilat ai ka. Sepse njëri ka qef monal filan veni, tjetri ka qef me ngut diçka, tjetri ka qef me lëshu pak ma shumë klimen, tjetri ka qef pak ma nxehtë, tjetri ka qef pak ma freskët. Këto janë natyrshme në jetën e njerit. E çfarë do të ishte sikur secili ta kërkon atë drejtën e tina pa kompromis. Asnjë rrugë s'u ne bojnë bashkë dy veta. E lëre mo jetën bashkëshortore, jetën familjare, jetën e edukimit në familje. Andaj secili duhet të tërheq, duhet të tërheqet nga diçka nga ato cilat ai i ka për dëshirë, për hatër tjetrit, e ai tjetri tërheqet nga diçka për hatër dhe respekt i tjetrit, për të arritur deri tek rahatia dhe lumturia dhe kënaqësia. Andaj brenda familjeve tona, kushdo familje të lumtur e rahat, duhet ta kuptoj edhe këtë. Sigurisht se Allahu subhanahu wa taala, kur po flasim për këto familje të lumtura, të qeta, të mira, të rahatshme, na ka sjell shembuj të shumë, sepse pa shembuj do të ishte një pretendim i pavend. Andaj Allahu subhanahu wa taala na tregon se çfarë familje ishte familja e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë familje ishte familja e Ibrahimit alayhis salam? Çfarë gruaje ishte gruaja e Ibrahimit alayhis salam? Hajeria çfarë gruaje ishte? Ibrahimi alayhis salam çfarë burrë ishte? A ishte e lehtë për Ibrahimin a.s. ta linte gruan e vet në mes të një shkretëtire me djalin e vet të vogël me pak ushqim? Po nuk ishte e lehtë. Por ishte zbatim i urdhnit Allahu xhalla shanu.
për Haxherin, a ishte e lehtë që të pranonte me kënaqësi vendimin e burrit? Si ishte e lehtë? Çka e bani Ibrahimin a.s. edhe Haxherin që të merrnin këtë vendim dhe ta zbatonin këtë urdhë nga Allahu xhalla shanuhu, sepse ata kuptuan se jeta e tyre, në këtë rast duhet ta kuptojmë edhe ne, kushdo jetë të lumtur, është që ta kuptojmë se jeta jo nuk është interesa personale, po është një bashkëudhtim për një mision madhor, adhurimi, njohja dhe nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtë nëse arrim ta kuptojmë, atëherë kupton edhe burri vendime dhe përgjegjësitë që i ka dhe gruaja vendime dhe përgjegjësitë që i ka. Andaj Allahu subhanahu wa taala tregoi se Haxheria pranoi këtë sakrificë vetëm në një urdhë. Atë ka thonë Allahu, në rregull jam. Allahu ka thonë, kryj mabeti, sepse unë edhe fëmia, edhe ti o Ibrahim jemi të Allahut. Pra Allahu xhalla shana ka kriju dhe jeta jonë është për Allahun subhanahu wa taala. O vëllezër, o nana, o baballar, o motra, fëmijë, ju të cilët nesër do të keni familje, kuptojeni se misioni jonë është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo gjë që na çon të kënaqësia e Allahut xhalla shanuhu duhet të përballohet edhe brenda familjes. Sepse ky është misioni për cilin jemi ardhur me jetuar në këtë botë. Mos bini prej e thirrjeve të tjera, mos bini prej e sloganeve, e propagandave, sepse në fund do të na nxjerrin të dështuar para misionit të adhurimit të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Ismailin alayhis salam Allahu xhalla shana tregon se kana ya'muru ahlihi bis-salah. Ai urdhën më të madh familjes së vet i jepte namazin. Pra lidhen me Allahun subhanahu wa taala, sepse lidha me Allahun xhalla shanuhu padyshim se është ajo çelësi i suksesit dhe i rahatisë dhe i lumturisë se çdo familje. Çush duket një familje e cila është ndërtuar për të qenë familje e lumtur, e qetë dhe e mirë. Padyshim se çështja e parë brenda kësaj familje është namazi. Çështja e parë, kush don rahati, qetësi dhe lumturi në familjen e tij është namazi. Allahu subhanahu wa taala thotë wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Urdhëj familjen tonë namaz dhe bën durim në ta. Bën durim ta, sepse kjo ka sfidë, kjo ka peripeti. Nuk paramendohet lumturia në një familje në mungesë namazit. Mund të duket e mirë, mund të fshehin ata problemet që i kanë, këto janë çështje tjera, por në esencë nuk mund të paramendohet lumturia dhe rahatia dhe qetësia në familje pa namaz. E dyta është tingulli dhe muzika në një shtëpi duhet të jetë Kur'ani. Kushdo që e ka zavendësu Kur'anin brenda shtëpisë me çfarëdo melodie tjetër, mos ankohet për pasoja. Mos të ankohet për të lashe, mos të ankohet për mos respekt dhe njëri tjetrit, mos të ankohet madje edhe për tradhti. S'po flasim për probleme tjera. Dhe tingulli i cili ofron rahati dhe qetësi dhe lumturi brenda një familje është tingulli i Kuranit. Brenda një familje duhet patjetër që të funksionojë respekti dhe dialogu i ndërsjellë. Dialogu i ndërsjellë në zgjidhjen e problemeve. Nuk ka brenda një familje unë urdhnoj. Kushdo qoftë ai. Andaj Islami nuk ka thirrë në autoritetin e pa konkurrencë të burrit. Jo, ka thirrë në bashkëbisedim, në dialog. Nëse Allahu xhalla shanu pejgamberit ti Muhamedit alayhis salam në raport me shokët e tij ka thënë fashawirhum fil amr, konsultoj ata, sigurisht se konsulta brenda familjes është pastaj edhe më emergjente, edhe më e domosdoshme. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam me gjithë obligimet e mëdha që kishte, detyrat e shumta që kishte, përgjegjësitë e shumta që kishte, kur vinte në mbrëmje, ishte i gatshëm ta ndëgjonte gruan e vet, Aishën radhiyallahu anha, sepse ajo kishte nevojë që të shprehet. Kishte nevojë që të flasë. E madje në transmetim ka ardhur dhe i kanë dëgjuar 11 histori të cilat gratë ja kanë treguar Aishës radhiyallahu anha. Në fund
për t'ia dëshmuar se i kanë dëgjuar ato me vëmendje, i ka thonë edhe unë të du si filani që e ka dashur gruan e vet, vetëm se unë nuk do të braktis sepse e kishte braktis. Andaj një familje e lumtur, e shëndosh dhe rahat, brenda saj nuk ekziston autoriteti detyrues, por ekziston autoriteti konsultues i dialogut dhe respektit ndaj njëri tjetrit. Sigurisht se vendosja e kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala para kënaqësive dhe para prioriteteve të tjera është çelësi i suksesit të një familje të lumtur, të një familje të lumtur. Andaj kur të gjithë anëtarët e familjes e kuptojmë se një gjë është e pa kompromis, një gjë është e pa konkurrencë, një gjë është cilën të gjithë duhet të angazhohemi dhe të gjithë duhet të bëhemi ndihmtar dhe përkas të një tjetrit, ajo është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Duke dhënë përparësi para çdo kënaqësie tjetër. Para çdo kënaqësie tjetër. E këtu pastaj futen edhe fitimi i halal, edhe shkurja ose veprimet haram të cilat njerëzit i bajnë, shkelja e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala për shkak të kulturës ose traditës ose të asaj të cilat njerëzit po e kërkojnë kështu me radhë. Andaj dhënia përparësi kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala para kënaqësisë së çdo kujt është çelësi i cili rregullon pastaj të gjitha veprimet që ne i bëjmë. Andaj mos u mundo dhe mos u përpjek dhe mos e çokohen kot që të dialogosh shpesh herë ndoshta edhe të mundohesh që të bindesh se çështjet e caktuara nuk ban me bë. Mberri dhe mësoj se prioriteti, mbi të gjitha prioritetet është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, pastaj të gjitha punët do ti filtrosh përmes këtij filtri jashtë të cilit ose në terren atje nuk del diçka tjetër e cila e prish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kur brenda një shtëpie ekzistojnë këto baza dhe këto elemente, sigurisht se ajo shtëpi, pra ajo familje do të jetë e lumtur, do të jetë e qetë, do të jetë rahat, edhe nëse jeton me kushte modeste të jetës së tyre. Dhe kundërta, nëse të gjitha këto janë mango, në atë shtëpi nuk ka rahati, nuk ka qetësi, nuk ka lumturi, edhe nëse është ndoshta edhe nga ari edhe në lagjet më të shtrejta ku jetojnë vetëm personalitetet e mëdha, sepse brenda saj do të ka vetëm njerëz me personalitet të ulët, të cilët nuk e respektojnë njëri tjetrin, nuk e nderojnë njëri tjetrin dhe nuk i ofrojnë njëri tjetrit rahatin, komoditetin dhe qetësinë dhe lumturinë e jetës. Allahu xhalla shanu i baftë shtëpiat tona të jenë të ndërtuara në temele të forta të besimit, e murat e tyre të jenë praktika, e kulmi sa të jetë dëshira për kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në takimin tjetër Allahu xhalla shanu i pas mëshirën dhe rahmetin e tij.